Së pari, një thirrje zemre për çdo qytetar shqiptar. Sot të votojnë, për vetën e tyre, për fëmijët e tyre, për pensionet dhe rrogat e tyre, për punën, punësimin, biznesin, fermën e tyre. Të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre në këtë vend. Zoti Berisha, do e njihni verdiktin e qytetarëve cili do Tani, të jetë? një minutë, të votojnë. Unë, me që më pyet, çdo njeri që takova, unë takova njerëz të gëzuar, të sigurt në votën e tyre dhe mezi presin do të kemi një ditë të dytë vere. Do e njihni këtë rezultat, zoti Berisha? Do të kemi një ditë të dytë vere. Zoti Berisha, Na edhe njërë thirrja ime, votoni. Zoti Berisha, ju lutem, 3 ditë më parë deklaruat se nuk kishit kërkuar vizë. 3 ditë më parë. Kaq ka qenë